Pse keni parkuar kush tabela? Kush policia të vërë gjobë? Kush policia të vendosi gjobë, kryeministër? Kryeministri Edi Rama publikoi një video ditën e sotme teksa shfaqet Arjan Konomi duke i kërkuar llogari atij në një lokal në Dhunoj, por në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Tura. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit e shkënaqësi. Avokat, besoj se ju e pat videon, çfarë ka ndodhur realisht në atë përplasje dhe Fillimisht pash videon e zotit Konomi, i cili ishte i irrituar për gjithë atë situatë cilën ai e shpjegoi, pra më para ka dalë video e zotit Konomi, dhe sinqerisht kam ndjerë keqardhur për mënyrën se si ai e ka treguar në atë video mesazh, cilën e ka regjistruar dhe ka treguar versionin e vet sipas historisë së tij. Por më vonë, pra disa orë më vonë, ne kemi parë videon e kryeministit Rama, cili e ka pasuar në faqen e Facebookut, dhe aty ne shikojmë që situata ishte krejt ndryshe. Pra, natyrisht nuk e kemi plot materialin, sepse duhet të shikojmë materialin e plot nëse ka vijuar, i ka thënë ato fjalë, cilët zoti Konomi thotë që zoti Rama i pas ka thënë ulu, qetësohu e tjera me radhë. Por ne kemi parë deri në momentin që ai thotë që do të jap fiq, do të jap tek dhënia e fikut. Mënyra, pra zoti Konomi aty mund të ketë të drejtë për sa i përket paparazisë së shtetit apo të policisë rrugore, e cila do zgjon në mënyrë të drejtë. Pra, nëse je pushtetar, je zyrtar, je kryeministër, je president, je gjyqtar, je prokuror, je avokat, je gazetar, je qytetar i thjeshtë. Pra ne të gjithë duhet të trajtohemi në mënyrë të barabartë përpara ligjit, ku askush mos të dali mbi të. Por natyrisht duhet marrim në konsiderat edhe faktin që në situata, pra në vendet të cilat bëhet turizëm, kjo gjë ndodhet edhe në vende të tjera, sidomos vendet e zhvilluara, të cilat kanë një trafik të rënduar, kanë parkime mbi trotuar, por policia në këto vende tregohet tolerant për gjithë qytetarët. Pra, nuk është se është e ashpër në mënyrën se si kontrollon trafikun apo vendos masat e penalitetit për sa i përket atyre të cilët i shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Tregohet sepse dihet që ka një fluks të mbikarkuar, por irritimi i zotit Konomi është i drejtë, përderisa nuk vendoset i njëjti standard për qytetarët. Pra nëse policia rrugore ka filluar që të ndjekë një standard të tillë, pra të gjobisit gjithë qytetarët pushuesët, të cilët hipin makinën në trotuar apo parkojnë në vendet në të cilat nuk duhet parkuar apo vendet në të cilat nuk duhet qëndruar, atëherë të njëjtën masë administrative duhet ta ndërmarrë edhe përpara kryeministrit apo qoftë edhe ndonjë zyrtari tjetër i cili ka fuqi për sa i përket detyrës apo pushtetit të cilët ai ka. Unë nuk pajtoj me mënyrën se si zoti Konomi ka shkuar në tavolinë. Pra, zoti Rama ka qenë me bashkëshorten e vet, ka qenë me djalin e tij të mitur, dhe ne natyrisht duhet kemi një vëmendje të shtuar për sa i përket mënyrës se si komunikojmë në prani të fëmijëve. Zoti Rama nuk ishte as nuk po shkonte as në kuvend, nuk po shkonte as në zyrën e tij. Pra, ishte në një, le të themi, kafe private, i shoqëruar me bashkëshorten e vet dhe me fëmijën e tij. Kështu që ndjej keqardhje për mënyrën se si zoti Konomi, pra, e ka përdorur të kontakt apo të prani të zotit Rama, lidhur me vendosjen e gjobave, sepse nuk është çështja se zoti Rama ka një problem lidhur me mosmarrjen e gjobave. Aty mund të ishte një komunikim lidhur me çështje madhore, cilat po shqetësojnë vendin, sidomos këto ditë e fundit ku kemi humbjen e jetës së një turisti apo edhe shere të ndryshme, vrasje, aksidente që kanë ndodhur këtë periudhë, probleme ekonomike financiare që po kalon vendi ynë, apo qoftë edhe çështje më madhore, pra por kur është në prani të fëmijës, ne duhet të kemi kujdes. Mënyra se si po shkonte zoti Konomi ishte në një mënyrë që edhe vetë djali i zotit Rama, po ta shikojmë, ai u trëm. Pra, e pa me frikë zotin Konomi,
i cili po shkonte me një ton të lartë, me një ton i cili e trëmb një fëmijë të mitur, dhe natyrisht që për këto veprime të tilla, për të cilat zoti Konomi mund të ketë drejt për sa i përket mosmarrjes së mazës administrative, por nuk duhet t'ia kërkonte zoti Rama të gjë, duhet t'ia kërkonte polici rrugor që ishte aty. Pra, polici rrugor, dhe le ta dëgjonte zoti Rama, i cili ishte aty afër, dhe do të shikonim reagimin e tij, nëse do të kërkonte vendosjen e gjobës apo jo. Dhe aty zoti Konomi mund nxirrte anën pozitive apo negative të sjelljes së kryeministit Rama. Ku që të shkoj në një tavolinë ku ai është me fëmijën e tij që e utromax dhe utron, kjo është e papranueshme, pra me gjithë të këqijat për cilat, kritikat për cilat unë bashkohem me zotin Konomi dhe me subjektin e tij politik që ai përfaqëson, por nuk mund të pajtohem me mënyrën se si e kërkon një të drejtë dhe me arrogancën që e kërkon përpara një fëmije të mitur. Të gjithë ne kemi fëmijë dhe e dim se si duhet të jetë sjellja me ta, sepse fëmijëve i ngjelet një traumë e përjetshme, që do të thotë edhe qoftë edhe nga një sjellje e tillë për cilën ai ndoshta u befasua dhe ngeli i shokuar nga mënyra se si zoti Konomi shkoi në tavolinë dhe ishte fëmia i mitur. Dhe nëse ne do t'i referohemi pastaj sanksioneve penale, për cilat bëhet pra kjo sjellje që ne shkojmë dhe përndjekim dikë, pra në 121 paragrafi A i ka dhënë zgjidhje penaliteteve për sa i përket përndjekjes, dhe një parashikim i tillë kur kemi të bëjmë me një përndjekje dhe në prani të një fëmije të mitur apo të një gruaje shtazan, por në rastin konkret kemi një fëmijë të mitur, atëherë i bie që kjo sanksioni penal është me gjobë deri në 4 vite burg, dhe kur është fëmia i mitur prezent, i shtohet me gjysmën e dënimit penal. Pra, prokuroria thjesht aty, policia ka bërë detyrën, do thotë e mori për sqarim, për verifikim, ka mbajtur proces verbal dhe natyrisht unë besoj që çështja i është referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë, e cila është gjykata, është prokuroria e cila do të bëjë këtë, do të hetoj çështjen dhe natyrisht do të nxjerrë, do të shikojë nëse kemi një shkelje konsumim të ndonjë vepre penale apo jo. Dhe nëse prokuroria del në konkluzionin që këtu s'kemi të bëjmë, kemi një komunikim normal, për cilin nuk është dëmtuar askush, atëherë i bie që në këtë rast, pra në rastin konkret, pra të zotit Konomi, mund të vendoset që të pushohet si çështje, ose alternativa tjetër është nëse prokuroria del në konkluzionin që këtu kemi të bëjmë me një përndjekje të mirëfill, natyrisht që organi akuzës do të vendosë psikolog, do të marri të gjithë personat që ishin në tavolinë, pra zotin Rama, zonjën e tij dhe djalin e tij, pra do t'i bëjë një raport psikologjik dhe nëse do konkludojë se këtu kemi trauma, do marri pyetjet, pra do marri dëshmitarë, pamje filmike e tjera me radhë, pra një sër veprimesh procedurale për cilat prokuroria del në konkluzion. Pra nëse ai del, pra organi akuzës del në konkluzionin që kemi konsumimin e veprës penale të parashikuar nga 121 paragrafi A, atëherë e çon çështjen në gjyq dhe natyrisht është gjykata e cila do të provojë nëse zoti Konomi është fajtor apo nuk është fajtor. Por duhet kemi kujdes për mënyrën se si ne komunikojmë prani të fëmijëve, duhet gjejmë edhe momentin, megjithse kauza apo kërkesa e zotit Konomi në rastin konkret ishte një kërkesë e drejtë, por mënyra se si ne duhet të qasemi apo të kërkojmë një gjë të tillë, duhet të kemi një taktik të dur, një mënyrë të dur, sepse shkojmë pasaj në një barazim. Pra, nëse pala tjetër ne na sillet në mënyrë jo të drejtë, arrogante, jo në respekt të ligjit apo qoftë edhe të moralit apo kodit të sjelljes, dhe ne tani të shkojmë me të njëjtën monedhë, i bie që
ta barazojmë sjelljen tonë dhe mos ketë asnjë diferencë, edhe pse ne kemi të drejtë për kauzën apo për çështjen cilën ne e kërkojmë. Avokat, në fakt, ajo çfarë do t'ju pyes është edhe si përfundoi video e zotit Konomi në te kryeministri Rama, pra se duket sikur ajo video që ka nxjerrë Rama është filmuar nga telefoni i zotit Konomi, se duket që zëri është shumë afër. Për sa i përket mënyrës se si është bërë ky regjistrim, pra i takon organit të akuzës, ne ndoshta aty kemi ndonjë regjistrim i cili është bërë nga ndonjë bodyguard, i cili apo truproi shoqëruesi i cili është në eskortën e kryeministrit, pra edhe ai pse është në pushime, pra në një takim privat me familjen e vet, ne aty kemi shoqërues të cilët i qëndrojnë pranë kryeministrit. Ata mund të jenë civil dhe të gjithë, pra grupi toga e shoqërimit është me kamerë, pajisur me kamerë. Besoj që kjo ndoshta është kamerë e ardhur nga truprojet e zotit Rama, megjithatë kjo zbulohet vetëm nga organi i akuzës. Pra administrohet kjo provë, kjo kamerë, shikohet mënyra se si nga cili aparat është bërë regjistrimi, pra të gjitha këto bëhen bazuar edhe në ekspertët, të cilët do të caktojë organi i akuzës dhe natyrisht që do dalin në konkluzionin se kjo kamerë, pra ky regjistrim është bërë nga zoti Konomi apo është bërë nga ndonjë shoqërues. Pra ajo që është e rëndësishme në gjithë çështje hetimore është që të zbulohet se si qëndron e vërteta, pra nëse kemi të bëjmë me një reagim në tejkalim të komunikimit normal, e cila shkon deri në përndjekjen personit cilit ne i kërkojmë llogari dhe për më tepër përndjekim jo vetëm zoti Rama, po vetëm janë edhe bashortja dhe fëmia i tij. Pra nga gjithë kjo situatë, dinamika se si ka ndodhur kjo ngjarje, sepse të dyja këto palë janë të njashme. Pra nga njëra anë e pam zotin Konomi që unë u binda shumë dhe i dhash të drejtë për mënyrën se si e tregoi dhe ai tregoi se një komunikim normal, unë i thash ashtu, pra ishte një komunikim që unë e besova, të jemi sinqert, por nga ana tjetër pam të regjistrim, i cili nuk është i plot, se ne nuk e dim se si është sjell pala tjetër. Mund të kemi bodyguardët të cilët e kanë marrë zvarr zotin Konomi, mund të kemi një kundërreagim të zotit Rama për mënyrën se si ja ka marrë telefonin, ja ka fshirë atë komunikimin e tij, duke qenë se vetë zoti Rama është një person apo një qytetar i cili njihet për mënyrën e reagimit jo brenda kornizës etike, qoftë qytetare, por qoftë edhe për shkak të detyrës që ai i mban. Pra të gjitha këto janë versione të njëanshme. Besoj që prokuroria është ajo e cila do të japi zgjidhje gjithë kësaj dinamike. Prokuroria nëse bën një hetim të drejtë dhe të paanshëm, sepse mund të kemi edhe një hetim të cunguar në mënyrë që t'i vi në mbrojtje kryeministrit Rama për gjithë episod, çdo gjë ngelet nga një hetim i drejtë, i paanshëm dhe i cili i merr të gjitha provat në hetim dhe në vlerësim. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju falenderoj shumë, kënaqësi edhe për mua.